Merren masa për lehtësimin e tregtisë midis Shqipërisë dhe Kosovës, por njëkohësisht edhe për të luftuar shkeljet në dogana. Marrëveshja është nënshkruar nga drejtoresha e përgjithshme e doganave të Shqipërisë Elisa Spiropali dhe drejtori të përgjithshëm të doganave të Kosovës Lulzim Rafuna. Ne kemi rënë dakord për të nënshkruar sot këtë dokument operativ 2014, që e kemi quajtur një plan i përbashkët operativ në terren për të gjitha pikat e sipërpërmendura. Kjo nuk është një marrëveshje e cila le të themi do nënshkruhet sot, duke patur parasysh se sa shpejt kemi operuar, janë bërë disa takime edhe në Morin në pikën më të afërt kufitare mes nesh, është një marrëveshje e cila do konkretizohet pastaj me plan operativ, shkëmbim informacioni në terren dhe lehtësimi të tregtisë së ndershme, e theksoj, dhe në të shkimin e ashpër të gjithë shkeljeve të legjislacionit doganor në vazhdim. Po ashtu edhe kreu i doganave kosovare vlerësoi këtë marrëveshje. Me këtij plani ne do t'i ofrojmë lehtësira dhe më shumë biznesit legjitim, nëpërmes këtij plani ne do t'i ngrisim kapacitetet tona të dy administratave, do të shkëmbejmë ekspertizën tonë mes dy administratave që do të përfitojnë përveç biznesit do të përfitojnë edhe qytetarët e dy shteteve. Në bazë të marrëveshjes parashikohet bashkëpunim në terren në lidhje me zbulimin e shkeljeve të ndryshme, por njëkohësisht edhe për të ndihmuar biznesin me procedurat.